Një tryezë e posaçme për mbrojtjen e fëmijëve online u zhvillua sot duke u kthyer në një pikë takimi desh dhe iniciativa është për të fuqizuar sigurinë e të miturve në mjedisin digjital. Në qendër të diskutimeve ishte nevoja për një kuadër të plotësuar ligjor, por edhe forcimi i komunikimit mes shkollës, institucioneve, familjes dhe komunitetit. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro theksoi rëndësinë e zbatimit të urdhrit që ndalon përdorimin e celularëve gjatë orës së mësimit, duke shtuar se po punohet vazhdimisht që ky rregull të respektohet në të gjitha shkollat e vendit. Këtë vit është bërë taksative, po zbatohet me rreptësi dhe nuk po them që u zgjidh. Vazhdojmë rregullisht, ju kujtojmë dhe ju kërkojmë mësuesve dhe drejtorëve ta zbatojnë me rreptësi. Nga ana tjetër, fëmia në shkollë është 4, 5, 6 orë dhe në 24 orëshin e ditës, pjesa tjetër është shoqëria dhe familja. Po marrim një tjetër një tjetër iniciativë që ta zgjasim kohën e qëndrimit të fëmijës në shkollë për të ekuilibruar ose për të shkurtuar hapësirën kur ai është as në shkollë as në shtëpi. Të gjitha këto i kemi konsoliduar së fundmi në një program më të madh që e kemi quajtur programi pas shkolle. Dhe kemi futur dhe aktivitete të tjera. Ju ndoshta në rrjetet sociale keni ndjekur programin Art dhe Zeje, që nuk është program kurikular, nuk është program i detyruar shkollor, është një program pas shkollor ekstrakurikular, po ku synimi është të mbajmë, jo thjesht të mbajmë fizikisht fëmijët, se është një gjë ti fusësh në një klasë dhe ti lësh me celular në dorë. Ti mbajmë duke ju ofruar aktivitet zbavitës, i cili gjithashtu edukon. Dhe nëse në paralel, sepse nuk mund të kemi fëmijë të cilët nuk dinë të përdorin. Sot në fakt s'ka fëmijë që s'dinë të përdorin këto, ne kemi probleme me mësuesët që dinë të përdorin më pak se sa fëmijët, dhe nga njëra anë e kemi futur teknologji në për shkolla, kemi futur lëndën e tikut që është teknologji, informacion dhe komunikim, kemi futur smart labet, praktikisht brenda 2 vitesh që vinë, pajisim 1000 shkolla me 1000 smart labe. Drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Igli Tafa nënvizoi domosdoshmërinë e koordinimit institucional si një element kyç për ndërtimin e një kuadri të ri ligjor në kodin penal që të adresojë më mirë kërcënimet online ndaj fëmijëve. Sot jemi dëshmitar që fëmijët tanë përballen me bulizmin online, me shantazhimin online, por edhe me një teknologji tashmë të re, siç është deepfake. Kemi shumë të nevojshme mbledhjen dhe organizimin dhe koordinimin e cili do të çojë një propozim për kuadrin e ri ligjor ndaj të gjitha masave që duhet merren ndaj të gjithë kërcënimeve online që prekin fëmijët, duke bërë bashkë të gjithë aktorët. Të gjithë pjesëmarrësit u dakordsuan se garantimi një ekuilibri të shëndetshëm në përdorimin e teknologjisë dhe forcimi i marrëdhënieve sociale mbeten prioritete ku angazhimi prindërve, gjyshërve dhe komunitetit luan një rol vendimtar.